Më tha njëri biznesmen me drejt, tha sa kam hyrë në islam, s'kam ku harxoj lekët. Sa isha jashtë islamit, s'kisha lek. Mi merresh i femrat, mi merret alkooli, mi merret bigjozi, gjithmonë isha bosh. Tani që jam fut në islam, kam lënë të zullumet, s'kam ku shoj lekët. Lek boll për vete, për familjen, se me halal harxhon pak, me haram harxhon shumë, ngel dur that. Sa o shejtanin mes pra. Prandaj thojnë, e ble xhenemin me shumë lek, e fiton xhenetin pa lek. Shisha sistemi mrekullueshëm dhe i madh. Vetëm i gjin tha, e pisha me mira lek. I thash, unë se kuptoj, thash ke pi gjin? Gjin ishte i lloj pi, unë se di, unë kujtova gjin, kështu që i thash ke pi gjin, se gjini hym trup. Tha o pije alkolike po. A thash, a ka ne i pije me emrin shejtan? Jo, tha s'ka. Tha shpresim se do t'ja ven. Psa harxhon lek? T'ka beku i madhi Zot me gjithat mirat. Mos harxhon në zullume që të shkatrojnë jetën tënde. Se sot është bërë trendi, po ky trendi është i shtrembër. Kurse ajo që është e sakta dhe e mira, ajo që na mësoi neve i madhi Zot i qofshin fal, ta administrojmë çdo gjë në halal dhe s'ka nevojë për të harxhuar shumë. Kurse ajo që shkon në haram, shkon vetëm zullum, shkon në të keq, dhe ajo të çon zjarr xhenemit. Kurse kjo e mira që shkon për begati, kjo të çon halal, të çon begati. Ja po të them unë ty, kurse vetëm 1000 lekë në muj. 1000 lekë në ditë gjatë gjithë muajit. A janë 30000 lekë? Në fund muajit shko bleje i qese, mbushe me ushqime, çoja i të varfër. Sa harxojnë për zullume, sa harxojnë për femra, sa harxojnë në për bigjoze, sa harxojnë Zotin na fal për vitëri, vetëm me fshizjar miliarda. Po ato që s'kan të ushqen, ja ka që bon. Po unë po të siguroj që më qofë se e bon çdo muaj, çdo ditë kurse një kafe. Pi 3 tjerat, mos pi 4. Apo argjime që bon të përdishme, boj 30000 lekë në fund muajit, qofë se ke mundësi, qofë se s'ke, do kujdesi minet të ta bim qesen, po them qofë se ke mundësi, sa i që s'ka, është obligimi joni t'ja qojnë. Por, dhe shpërndaja pastaj në fis, shpërndaja aty ku shef një të varfër, se të bekoni madhi